Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrjet në varësi të saj po vijojnë me intensitet maksimal për kushtimin ndaj pastërtisë dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike në qytet. Edhe pse sezoni veror është mbyllur tashmë për shkak të rrënies së temperaturave dhe fillimit të rreshjeve të para të vjeshtës, angazhimi për ruajtjen e pastërtisë dhe standardeve mjedisore nuk është ndalur. Një ndër prioritetet kryesore në këto ditë është pastrimi dhe plugimi i rrës në zonën e Lungomares, një nga simbolet moderne të qytetit bregdetar. Me ndihmën e mjeteve teknologjike të posaçme, po realizohet një pastrim i thelluar i vijës bregdetare për të mbajtur të pastër rrën dhe për ta përgatitur atë për stinën e dimrit, por edhe për sezonin e ardhshëm turistik. Ndërkohë edhe ndërmarrja e gjelbërimit po vijon pa ndërprerje punën e saj në shërbim të qytetit. Gjatë orëve të natës, kur qarkullimi në rrugë është i ulët dhe ndryrët janë më të larta, po kryhet krahasitja e pemëve në zona të ndryshme të qytetit. Ky proces është thelbësor për ruajtjen e gjelbërimit urban, për mirëmbajtjen estetike të hapësirave publike dhe për garantimin e sigurisë për qytetarët. Pastërtia, rregulli dhe kujdesi ndaj mjedisit janë elementë të kyç për një qytet më të shëndetshëm, më të qëndrueshëm dhe më të bukur. Bashkia e Vlorës mbetet e përkushtuar edhe jashtë sezonit turistik, teksa Vlora vazhdon të jetë një model i përkujdesjes ndaj mjedisit dhe shërbimeve publike.